Veç që dëgju një krim shumë e madhe, edhe u ndar rryma, edhe i thash bashkëshortit, na ran poshtë të merr. Frikë, ankth, nuk deshëm kam jamajt, me pasor prej Zotit, isha pajtu se Zotit su një dalë kërkush për para, apo me orë prej durës njeriu. Një shtëpi 4-katëshe në rrugën A në Prishtinë është buzë shembjes. Shtëpia është anuar dhe për shkak të rrezikut evident që të përmbyset, ajo tashmë është braktisur nga familja pronare. Pronarja e shtëpisë thotë se kjo nuk është hera e parë që përballen me këtë situatë. Për shkak punimeve të rrugës A që kanë filluar në vitin 2024, nëse zgaboj, kemi dalë me bashkëshorten dhe ju kemi thonë a jemi të rrezikum na. Kanë thonë jo, se largësia, kemi qitë ekspert, në vendin e ngjarjes, largësia e bën të pamundurën që ju me qenë të rrezikum rreni shlirë. Po pas një vendim, veç me gojë. Me 27 maj viti 2025, në ora 10 mbrëmje, jemi konë mrena komplet familja, veç që dëgju një krim shumë e madhe, edhe u ndar rryma, edhe i thash bashkëshortit, na ran poshtë të merr. Frikë, ankth, nuk deshëm kam jamajt, jemi dalë dyqysh me drita telefonit deri këtu në rrugë. Premten jemi njoftu prej kujshive që shtëpia veç u rënu, shkaj. Jo, kësaj radhe jo, se na veç para prakisht na kanë evaku prej këto. Për kundër asoj që kom bo apele, s'kom lënë dirë patrokit me mbrojt shpinë, ata prap kanë fillu me punime, që kjo nuk ka që ka rregullohet këto, nuk ka që ka rregullohet kjo, veç shkoj, unë du veç me ma vlerësu damin edhe me ma kompenzu. Tek e fundit, pesheni këtë pjesën këto që ka shpëtu, me di që më rrezikohet jeta, unë s'kam ku shkoj. Unë të momentin që e ndaljen, nuk e kompenzojnë damin, unë që tu kemi marru 2 dhoma, një dhomë edhe kam u kthy, se nuk kam ku shkoj, nuk është as prej tërmeti kjo, as prej që me pasardh prej Zotit, isha pajtu se Zotit su një dalë kërkush për para, apo me orë prej durës njeriut, mas 26 vjetë në liri, nuk e di, unë nuk kam koment, sinqerisht, nuk kam koment. Ekipi i Kallzo.com ka qenë në vendin e ngjarjes. Këtu mund të shihet se objekti mund të shembet në çdo moment. Po ashtu është lehtësisht i qasshëm dhe masat e sigurisë kufizohen vetëm në disa shirita paralajmërues. Të vitit 2025 ka ndodhur për herë të parë që kjo shtëpi, si pasojë e rrshitjes së dhejut, ka filluar të pasojë dëmet. Do të thonë atë ka qenë ende banueshme, mirë, po për shkak të frikës së qytetarëve, ne i kemi e largu qytetarët dhe nga ajo kohë ata janë të vendosur në banesë me qira që paguhet nga Drejtoria e Sigurisë dhe Emergjencave. Kemi përgatitur konstatim dhe kemi kërkuar nga drejtoria e cila është duke kry punimet që të vërtetohet se është si shkak i punimeve që duke rrugën A, dhe ti merr të gjitha masat. Masat janë marrë, janë vendosur në mbrojtje, janë vendosur pilotat, mirë po për shkak të rrshitjes së dhejut është ardhur deri këtu pra deri te dëmtimi më i madh i kësaj shtëpi. Thonë inspektorët kanë qenë në vendin e ngjarjes të premten, të shtunën, të dielën sot. Dhe çdo herë kanë qëndruar aty në rastin kur edhe keni thonë jo, edhe i kemi vur shiritat, i kemi lëshu vendimet që ndalohet qarkullimi, po nuk është respektu. Për fat të keq nuk po respektohen vendimet për rrezikshmëri. Inspektoratet do ta urdhërojnë qytetarin që ta eliminoj të rënë shtëpinë, nëse ai nuk ka dhe shprehet që nuk mundet dhe nuk dëshiron ta rrëzojmë, atëherë do të jemi detyruar si kryeqytet ta eliminojmë këtë rrezik dhe mos lojmë që të vijë deri më e keqja. Për çështjen e pronësisë, familja thotë se tash e disa vite janë në pritje të përfundimit të procedurës së legalizimit nga Komuna e Prishtinës. Kallzo.com ka tentuar disa herë gjatë ditës që të marrë një sqarim nga drejtori i pronës në komunë, Brahim Mehmetaj, por kjo nuk ka qenë e mundur. Ndërkohë, Prokuroria e Prishtinës ka konfirmuar se rasti është raportuar dhe se prokurori kujdestar ka urdhëruar inspektoratin të ndërmarrë veprime.
Referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë se më 17 korrik 2026 është raportuar një rast në rrugën Kalaja e Prizrenit në afërsi të rrugës A. Lidhur me këtë rast është intervistuar në cilësinë e palës së dëmtuar SHB, e cila ka deklaruar se është detyruar të largohet nga shtëpia, pasi objekti kishte filluar të lëvizte, duke paraqitur rrezik për qëndrimin e mëtejmë në të. Gjithashtu, lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar nga Departamenti i Përgjithshëm, i cili ka urdhëruar që të njoftohet inspektorati kompetent dhe të ndërmerren pavonesë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Kallëzo.com ka tentuar të marrë sqarime edhe nga kompania Sas Allahu që po kryen punimet në këtë rrugë. Mirë po deri në publikimin e materialit nuk kanë qenë të qasshëm.